Verbohet 25 vjeçarja, tentoi të lyente syt me ngjyrë të zezë. Një grua ka mbetur plotësisht e verbër në njërin sy dhe pa shpejtësi në pamje në tjetrin, pasi dështoi të imitojë një artiste tatuazhesh që i ka lyer kokordhokët e syve në ngjyrë të zezë. Aleksandra Sadowska, nga qyteti Wrocław në perëndim të Polonisë, kishte shkuar tek tatuazhistja pasi kishte vendosur të imitonte një këngëtare të rrymës rap të quajtur Popek, e cila gjithashtu i ka lyer të bardhën e syve në ngjyrë të zezë. Pas trajtimit, 25 vjeçarja filloi të ankohej për dhimbje të tmerrshme të syve, por tatuazhistja e qetësoi duke i thënë se dhimbjet janë normale dhe për një farë kohe duhet të konsumonte qetësues kundër dhimbjeve. Ndërkaq, me qendër në kryeqytetin polak, Varshavë, artistja e tatuazheve e identifikuar si Piotr A është dënuar nga gjykata me 3 vite burg për dëmin e shkaktuar ndaj vajzës. Ndërkohë, gjatë hetimeve policia zbuloi se tatuazhistja kishte përdorur bojë që përdorej për tatuazhet në lëkurë dhe kurse si nuk duhej vendosur në kontakt me syt.